Asfaltin e ka bojt, nuk e ka prish, e ka bojt komplet. I takoj kësaj lagjes që kena mbetur të mbyllur për shkak të vërshimeve që ka pasur lumi këto ditë e fundit. Kështu që tash presim nga organet që të na bëjnë një zgjidhje, sepse vend që me i bo 500 metra deri këtu prej atje ku e Korudha, do të shku 3 kilometra gjysa ne, 7 kilometra do shtesi kep, dhe ne bojnë një zgjidhje, po mas kishte e kep unë në Nxënësve, kombi vike i marke, tash mo kanë thonë zvim kësaj dhe që ti atje dikun se nuk mund të olëm. Zoti Lladrovci, përshëndetje, jo martuni prej Kallxo.com. Po. Kemi dalë në fshatin Dobroshevc të lagja Ademi. Po. Jemi tek ura këtu ku që shpërshijet, uji e ka bardh komplet asfaltin edhe e ka largu prej trases. Deshtu me marrë një qëndrim për juve rreth asaj se a parashinin ndonjë intervenim banorët po thonë që duhet mi bo gati 7 kilometra për me dalë në rrugë kryesore. Që as për dilet aty? Është e pakalueshme. Për shka e pakalueshme? Për shkak të vërshimeve, pas ka bardh komplet asfaltin uji prej trases. Edhe ka traseja, a është traseja aty? Po është traseja këtu, mirë po është edhe një shirit i cili tregon që ura është e pakalueshme. Shiritën e kumë vendosën e vetë, personalisht. Kur konë e mlune me ujë. Asfaltin e ka bojt, nuk e ka prish, e ka bojt komplet, sepse kur i hin ujtë, normal që e ndjerë asfaltin, nuk është i lidhën ai me zhavër. Para 2 dite kanë përfundu vërshim, apo? Po. Jena të marrë në këtë rrugë. Nëse një lozë e ka një qosje tjetër, a është 2 kilometra ma gjatë bjullë, shku në tordën, a është 3 kilometra gjysë, për neve nuk ka rëndësi ka dolje, ka qarkullim. Na kena logje tjera që s'kan asë një lloj qarkullimi si gjështë, logja me hanin që ka tu, edhe logja shola.